إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Titulli I dersit sotit është, pra kena tregu ndjem të shku me sipas librit të Khalid Septit, Allah e rujt, rruga si me shpëtua dhe si me usiguru prej shejtanit, përgjithsi jetën e vetë besimtari. Vërtet që dhikri I Allah subhanu ta'ala e ndon ose e mbron njerijun nga grupi I shejtanëve, ushtarët e iblisit, nga partia e tij, nga pasuesit e tij, nga ndjekësit të afërmit e tij, shokët e tij. Nuk ka tjetër mbrojtje vetëm se dhikri. E kena tregu vetëm kalim të përsëris atë hadithin, Tirmidhiu transmeton, Albani ibn Sahih, çka ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala Yahyan, birin e Zekarias me 5 fjalë, me punu vetëm me ato, me urdhëru Ben Israilit me punu me ato fjalë, pra me 5 gjana, e para shirku, e dyta namazi, pra mos me bëu shirk Allahut, me fal namaz, agjerimi, sadakaja, edhe 5 është dhikri, edhe për të 5 merr shembuj mrekullueshëm, tamam me tashtin kry, me kuptu çka do të thot. Edhe për të 5 për dhikrin thot, paramendoni njeri I cili ik prej armikut, armiku po e njek, hapas hapi, edhe si të nxen me njerë me ekzekutu, me njerë. As pse, as qysh si tek me njerë me ekzekutu. Edhe paramendoj çfarë frike ka ky tash, edhe vrap po ik, për njëherë po I del përpara një fortifikat, një kala e madhe me bedema të rasha, fortifikata e pa përballueshme për armiku, ky po I shpejt mrana, po I mbyll dyrt, po sigurohet 100% edhe pse në këtë botë gjithmonë ekziston ndonjë rrugë qysh me depërtu, armiku hin mrana. Po kjo tash ka po tregon këtu Yahya alayhis salam, e po na përcjell Muhamedi alayhis salatu wassalam, që ka vlerë për ata, e vlen edhe për neve. Nuk ka absolutisht asnjë shans më të vogël me depërtu mrana në kala ai armiku I cili po I njek. Edhe kjo është liru, u sigurova. Kështu thot pejgamberi alayhis salam, tu e përcjell fjalët e Yahyas alayhis salam. Kështu është njeriu kur strehohet te dhikri prej shejtanit. Ai armik është shejtanit, nek ti hin strehosh në atë kala, cila është kala jote e dhikri. Dhe je mbrojtur, absolutisht nuk ka as shans më të vogël me depërtu, me të bëu diçka. Edhe me gjithë këtë grup të vetë, me ushtri të vetë, dërgon grup pas grupi, Iblisi të robët e Allahut subhanahu wa taala, që me shkaktu dyshime të kaj, cytje, vezveset ndryshme, me azbukuru të keqen për me shtime punu ato, ja fut në zemër mendimet këqija, nëse njeriu është në ibadet, është në vepra të mira, është I afërt me Allah subhanahu wa taala, atëherë ai mundohet për me largu atë prej Allah te barek taala me forma të ndryshme. Edhe thot Ibn Kamil rahimahullah, thot sa ma tepër që njeriu kullema kana al-abdu aqwa talaban lillahi ta'ala, është të kërku ma tepër mënyra me ofru Allahut, pra bën ibadete dhe shton ibadete, afrohet Allah subhanahu wa ta'ala, edhe
aq ma shumë sulmohet prej shejtanëve, që me e largu, me e dopsu. Shkon hap pas hapi, edhe nuk do të thotë se fillon me kufër, kuptohet ai, qëllimi kryesor i tij është me qit njeriu në kufër, mirë po, e din se nuk mundet në kufër me njëherë, se është i thellu një ibadet aja, është i afërt me Allahun. Nuk mundet me shti me punu vepra të mira, nuk mund me shti me bo bidate, po mundohet me diçka ma të imta, tu ja fut vezveset ndryshme. A bona këto mirë, a se bona këtë ibadet mirë, a i fala 3, a 4, me kështu gjana të cilat fut dyshime në mendjen e ti, edhe për mos me lon rahat, me e shqetsu, edhe me ndiku të aj, që mos me qenë i rahatshëm tek ibadetet e ti, tek jeta e ti e afërt me Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim Jauziu, robi sulmohet të bon grupet ndryshme të shejtanëve, i bojnë kurtha të ndryshme. Ata janë armiqt e tij, edhe tash paramendo një njeri, tash për qëtë krahasim të jeta përditshme, një njeri të cilin e sulmojnë, e rrethojnë armiqt e tij tërbum. Për shembull, ditun po don me të shky. El haniqun don me të shky, tërbum. Me thonë nervoz, pak është, ma tepër se nervoz. Edhe paramendo se këto e ki armik. Ky armik, këta armiq, tu kanë vërsul edhe po dojnë lypin rrugë, mënyra, forma të ndryshme, qysh me të afru, me të shkaktu dhimbje, sa ma të madhe. S'mund shumë dhimbje të madhe, bile shumë dhimbje të madhe. S'mund të madhe pak ma të vogël, mundohet në çdo mënyrë, qysh me të afru ty. Çka nuk e kujtohet për me bo, për me u afru të ti. Mundohet dhe përdor njerëz tjerë, cilët janë dopt, për mes tyne me shkaktu dhimbje e kështu me radhë. Edhe, thot vazhdon Ibn Qayyim Jauziu, edhe thot, me këto gjana i munohet me i shkaktu atina. Çfarë do lloj dami, e ky tash e ka atë mbrojtjen e tij, e ka dhikrin, edhe mbrohet me dhikr, edhe ja shpartallon grupin atij armikut. Ju shettit shemlehum, ju shpartallon grupin e tyne. Edhe kështu arrin sukses, shpëtim robi me leje të Allahut, prej këtyre kurthave, prej këtyre planeve ogurzeza të shejtanit, edhe paramendo tash këtë hadithin, shembull konkret tash, se qysh mbrohet njeriu. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha kharaja ar-rajulu min bayti fa qal, kur del njeriu prej shtëpisë tij edhe thot, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Si del prej shtëpisë dush me thon këto. Dush, nuk ka obligim, po nëse nuk e thu këto, je gjah potencial, cak potencial për shejtanin. Sulmon me njëherë. E nëse e thu këto, çka thot shejtani? Hudite vë kufite vë uqite. Pra, kjo mas pari çka ke? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, në emrin të Allahut, del, edhe qysh del, me cilën kumë del? Me të kumën e majtë. Se çdo herë, kur ndron hapësirën, nëse del prej hapësirës ma të mirë në të keqen, atër del me të majtën. Edhe kur të hynë, nëse hynë në hapësirë të keqe, jenë hapësirë ma të mirë, hynë me kumën e majtë. Edhe kundërta, nëse prej hapësirës të keqe, qoftë del në të mirë, ose hynë prej të keqe në të mirën, hynë me të djathtën.
Pra pa dyshim se rruga është më e keqe se shtëpia. E kom fjalën shtëpia besimtarit. Se ata cilët janë argat shok të shejtanit, në shtëpia tyne, vlën, ma mirë është rruga është apet ma mirë se shtëpia tyne. Po qëllimi është e shtëpia besimtarit, nuk ka muzikë, nuk ka fotografia. Ajo shtëpia është pa kur far dyshimi më e mirë, ambienti në aspektin shpirtëror kuptohet pa flasim, se sa jashtë për këtë shkak del me të majten. Edhe këthu bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillah në emrin e Allahut, u mbështeta tek Allahu, la hawla wala quwwata illa billah. Kjo është, inshallah vjen ndoshta. Po e kena pas ndokët ajo, kitab tauhid, ose vjen më vonë. La hawla wala quwwa illa billah. Nuk ka askush fuqi, as mundësi, as aftësi me ndru diçka prej një forme në formën tjetër, vetëm se Allah subhanahu wa taala. Ka shumë argumente. E kjo fjalë dhe vetëm ky dhikr, vetëm me thonë sa më shpesh la hawla wala quwwata illa billah. Buhari Muslimi transmetojnë nga Musa el-Ashariu, thotë unë e thosha këto la hawla wala quwwata illa billah, merët për mrapa, se kanë qenë, se kom haru tash, ato e shku në betej, ato u kthy, edhe e ka një mrapa Resulullah alayhi salatu wassalam, dhe ka thënë, kul ja eba Musa, innehu kenzun min kunuzil gjenne, se kjo fjallë është thesa për thesareve të gjennetit. Po me ditë kuptimin, nuk ka askush fuqi me ndru diçka prej një formën tjetër. Absolutisht. Nuk ka askush fuqi, veja, është e langt, e zin, botë e ngurt, rrin pula 21 ditë, dalin zojt. Qysh, atë ka të zëmë të tash mu. Dëbart edhe dëvert, s'ka diçka tjetër aty. Për cilë momentin, me kamera rezi infratkuqe, për cilë, edhe në momenti kur a përsha aty krah, sy, gojt, zogut, nuk pa qysh po bëhet. Në gjatë kalimit kohës, ose barë, ose druni, një farë të vogël e mjedh, dhe prej farës po del. Fotosinteza, lejte ato fotosinteza. La hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka askush mundësi prej një veje, me ndru prej një formë në formë tjetër, plus një gjallës. Se prej një farë të vogël, 100 metra, se këpuja 100 kusur metra. 16 vjet duhet më rretheku, vetëm Kaliforni ka ky dru, kjo pemë. Prej një farë të vogël, qysh bëhet kjo? Bari krejt i but, ne jo fëmi, po halos mund të me ecë. Jep në dorë, trosha e bën. Tash me marrë na këtë bari, me e qfu tokën, me fut mrana. Allahu s'muna. Nuk o burgi kjo, ani bari, një fije barit. Nuk e di është burgi, as është burgi, prej për poshtit ka ardhë nalt, e ka qfu. Se ti farën e kishti nërdhe, tash po del midhe, e ka qfu. Ti bënë tash të kundërtën. Nuk muna, s'munësh prap, e di që s'munësh. La hawle, për këtë shkak, pse s'ki fuqi ti këto. La hawle la quwwata illa billah, vetëm Allah ka këtë fuqi. Për këtë shkak është kjo fjale e madhe, edhe për këtë shkak pastaj shejtani thot, veç na nuk e ndëgjojmë, u udhëzu, jo, më vërtet flet në vetën e dytë, hudit, udhëzove, më kufit edhe kjo të mjafton ty, edhe vukit je i strehum, je i mbrojtën. Tash vjen shejtani tjetër edhe thot, fe yaqulu shejtanun akhar, thot shejtani tjetër, kejfe bi regjulin, kad hudije, wa kufije, wa vukije. Çka bunësht i mi boni njerit,
i cili të cilin Allah e ka udhëzu, është i udhëzu, i mjafton Allah atina, edhe është në mbrojtje të Allahut, çka kemi bote atina. Njerë ai vetë thot, o ti njeri, u udhëzove, u mjaftove, u mbrojte, u strehove. Vjen shejtani tjetër, çka mundesh ti mi bo këtina tash, i cili u udhëzu, i cili u mjaftu, pra me këtë dhikër u mjaftu. Edhe përfundimisht Muqit është i mbrojtën, është i strehum. Që sa thjesht. Edhe nuk ka absolutisht kur farë mundësie. Tash, thot, në infinit po flet. Nuk po cek, je udhëzum, je i mbrojtun, prej çka të jam i mbrojtun? Prej kujnë jam i mbrojtun? Nuk po thot, je i mbrojtun. S'ka po thot, po e përgjithson. Prej çdo të keqe, je i mbrojtun. Në çdo të mirë, në çdo hajt, je i udhëzum. Në çdo gjë, në çdo rrethon, të mjafton Allahu ty. Je i mbrojtun. Të mjafton Allahu, detyrimisht je i mbrojtun. Je i strehum tek Allah subhanahu wa taala. Prej shejtanëve njerëz edhe gjin. Prej çdo lloj dami. Mirë po, ku është ajo vija holl, se po shohim që s'po jem mbrojtun, sepse na u ka bërë rutinë edhe themi vetëm si një fjalë goje, nuk e analizojmë këtë dhikër. Edhe nuk e ndjejmë brendsinë tonë kuptimin e këtij dhikri. Me të kaplu ndjenja, me njëherë me këtë ndjenje, me shku edhe bindja, je i mbrojtur, je udhëzum. O, alhamdulillah, si pedi, ma ke mësu këtë dhikër. Po e thom, e thash këtë dhikër edhe, po e di me siguri se jom i mbrojtun, jom i udhëzum, edhe ti më mjaftonu Allah. Nuk i thu me fjallë, po ndjenjat këto shkoj. Edhe se me të vërtet është e mbrojtën njeriu ka shumë dhikre e krejtu Allah në mëson për me e mbrojt njeriun dhe për me largu atë të keqen prej tina. Këtë fjalë e përmend Allah që një fjalë edhe ne jap kuptimin edhe për Jusufin a.s. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه edhe e thiri, e tërheku ka e vetja, ajo në shtëpinë të cilës ishte aj. Po kuptohet është, po përmend të emra, po kuptohet. O gallaqat al-abwab, qalet hejte, e mbylli derën edhe tha hajde. Edhe përmendin alimat, subhanallah, kush është ajo? Ajo është e zoja e shtëpisë. Bile prej klasës më të lartë, më të pasur, me kompetenca të mëdha në atë shtet, në atë vend. Po të urdhron. Ti kush je rob, sklav, jo punëtor, jo shërbëtor, ma shumë se kjo. Sklav. Jo tash me thonë te aj te i cili po punon, po cili ti i takon. Kështu është sklavi, kështu ka qenë. Robi, sklav. E msheli derën. Çka koshin. Vetëm jeni në dhumë. Pra, ka shumë, kushtimisht me thonë, lehtësime, për me bo zinoj Jusufi anis. Murdnoj çka ko me bo, me zor, e msheli derën. Edhe e mun epshi. Jo me dëshirën time, fillimi, starti. Mirë, po çka ka bo? Kale me adhallah. Allah më rujt, e udhu billah, Allah më rujt. Dhe çka ka bo nuk ceket këtu, po nëse është vazhdim ajeti, po ceket.
po shkon vrap të dera. Ku po shkon të dera? Çka po lyp të dera? Për asyve tu e msheli derën. S'ka, pa dhe a shkon të dera. I riku, së mërë të me thy derën. Pse po shkon të dera? O Allah nuk kom momentalisht tjetër mundësi, vetëm se të afrohna të dera. Për ku kënë sebeb që Allah ka shpëtu. Se kështë po shen në tonë, në tjetër derës s'ka ka. Buri i saj edhe kusherini i saj. Këtë dera ata, aja ka pas qelsin, edhe o pe qel derën, aj po hinë mrana. Mos i shdarë të dera, me gjithë ofër shtratit, hiç pa kur ta, ofër shtratit, më nëherë dyshimi. Po jo, të dera jo. Plus, këmishën e ka shky për mrapa në shtëpinë. Edhe ka plesnu kusherini i saj. Jo buri, po kusherini, i afërm i saj. Letë vërtetohet nëse ka këmishën, se ajo po thot deshti me mësulmu, ky po thot jo e kundërta, ajo mu mësulmoj, letë kjo vërtetohet. Nëse ka këmishën për mrapa të shkym, ky ka ik, ajo e ka njek. Nëse ka për para të shkym, ky e ka sulmu, ajo është mbrojt. Edhe është ka dal e vërtetën shesh. Edhe ka thonë, kale me adhallah, innehu rabbi ahsen me thfaje. Me të vërtet aj, zotnia, më ka dhonë strehim të mirë, më ka dhonë shpi, prej bunarit dola, që ku kom ardhë, kom buk, kom ushqim të mirë, kom rahati, më ka këshyrë, o kujdes, o silë mirë me mu, tash kjo është tradhti me gru timëm. Innehu la yuflihul dhalimun. Me të vërtet, nuk janë zullumqarët, ata të cilët arrin sukses kanë lumturi. Po vazhdon ajeti tjetër, ulaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi. Kishte dasht me shku kë, ajo te kë edhe kë te ajo, po mos të kish pa argumentin e Allahut. E tash, kedhalike li nasrife anhu su'e wal fahsha. Kështu për me largu prej tina, të keqen edhe amoralitetin. Innehu min ibadin e mukhlasin. Mukhlis. Me fetha edhe kesre, me e edhe me i. Mukhlasin, innehu min ibadin e mukhlasin. Aja është prej robëve ton të sinqert. Qëka është dalimi vlazën? Mukhles me fetha, ato Allahu e ka udhzu, është bo i sinqert, jo prej vetës së ti. Mukhlis, i sinqert, prej vetës së ti. Vetë ka arrit e sinceriteti. Mukhles, Allah të ka pru në këtë sinceritet. Pra kështu është edhe dhikri, që me këto njeriun e bjen Allah subhanu ta'ala në sukses në shpëtim nga shejtani i mallkum. Pastaj kem hadithin tjetër, Buhariu Muslimi e transmetojnë, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për dini këtë hadith, vetëm me përmend se çfarë mbrojtje po mu bo këto do t'i lexojmë hadithet, mu bo si mjet që me të vërtet me pas sukses njeriu në mbrojtje të ti nga shejtani. Pra kështu ke edhe qysh me u mbrojt, qysh me u siguru, qysh me ngadhny ndaj shejtanit. Me dhikër. E ka në ka mësu Allahu subhanu wa ta'ala, qka me Kur'an, qka me hadithet vërteta, se me umbrojt edhe qfar, kur me thonë ato dhikre, në qfar rëthonë me thonë ato dhikre. Men qali la ilaha illa Allah wahdu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, fi yawmin 100 marra, kush e thot këtë dhikër, 100 herë mrana të ditës, kanat lehu adlu 10 rikab, ka shpërblimin e lirimit e 10 robëve, një robë me liru ka shumë sevape, këj plus 10, o kutibet lehu me etu hasenetin, i shkrun 100 të mira, vepra se shpërblime, 100 gabim mëkate i fshihen, edhe kjo me rëndësi, o kanat lehu hirzen min e shejtani, jaumehu dhalike hata jumsije. Dhe është i mbrojtur prej shejtanit
deri në mbrëmje. Nuk ka kush i bën, nuk ka çka i bën shejtani deri në mbrëmje. Edhe nuk ka vepruar askush më mirë se ai, vetëm se kush ja kalon atina. Hadithi tjetër vetim rastin kur e ka caktuar Abu Hurajrën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, to e transmeton Buhariu, për roje me kon të sadakatul fitr. Depo, sa vetë kanë qu, edhe kjo është argument se nuk bën pare, po duhet artikuj ushqimor sadakatul fitr. Se Resulullah sallallahu e dim se ka pas parë në dorë, ka pas moneda, dinare dhe dirhemi. Dinari i arit, dirhemi i argjendit, sikur me thonë euro me cent. Si euro dinarin, si cent dirhemi. Po, si është vlerësu prej materialit cilisht është maru. Ari, dirhemi. Pra i ka pas këto. Kanë përdor në shqit vlerë e moneda. Pasi nuk ka thonë, po e ka cek që artikuj ushqimor edhe nuk lejohet me dhonë pare, kush jep pare, Allah kerim, Allah i madh, me thonë të arsyetot se që ashtu pi tregojnë, pi predikojnë, inshallah arsyetot, por ai cili e merr vesh të vërtetën dhe prap vazhdon, atina ai nuk ka sadakatul fitr, pa kur var dyshimi. Edhe pse ka thonë, li Ebu Hanifja, po një njerë shumë ma i madh, ma i ditur se Ebu Hanifja ka thonë bon, po ka bon, Umer ibn Abdelazizi, ai ka thonë bon. Hanifja i pas, çka e quajnë. Nëse edhe ka caktu për ato artikuj ushqimor me roje natën Ebu Hurajrën. Thot, erdh pedin në këtë rast, kur ka ardh një njeri me vjedh, e ka nxon, o amon shumë, kom shumë fëmijë, fukaret, po t'jem, elshova. Mëngjes, më pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qysh kalove me musafirin prom, Abu Hurajra? Po habitet qysh pedin. Ma me ikpot ke Rasulullah, po qysh e morë vesh. Shumë më dhimt edhe elshova. Apet ka me tardh. Sonte. Tash, ja ka të regë vrejtën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma i pregaditun për me rujt. Kur po vjen, në zona si tash apet, o amon, të kalzoha prom, ti veç mardh me këqyr, qëfar të mere jem të jetu, qka jem të hjek, as me hungër, as me pije, e pa në kodë, prap po elshon. Prap më njës, prap po e të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka me të ardh prap. Natën e tre, prap po nëzën, e tash s'karësil, s'kam, që dynet po mashtron, po më dhimësh, e tash mu s'ka. Ko me qute pejgamberi alayhi salatu wassalam. Amon mos më qa, po të kalzoj diçka, kur të bjen me flajt, nëse e lexon Ayatul Kursin, je i mbrojtën prej shejtanit deri në mëngjes. Kur shtrihesh me flajt, lexoj Ayatul Kursin, je i mbrojtën prej shejtanit deri në mëngjes. Në mëngjes prap tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po çka u bë, çka ndodhi, kështu ndodhi. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sadaqake. Wa huwa kadhubun, dhaka shejtanun. E ka folë të vërtetën. Edhe pse është rëncan, ama e ka fuktu, e ka folë të vërtetën. Rëncan është, pse ajo shejtan nuk unë. Pra shëndru formë të njeriut, edhe ka ardhë, edhe që Allah ka dërgu si sebeb, me na tregu një formë të mbrojtjes prej shejtanit në gjumë. Sepse në gjumë njeriu nuk është i mbrojtun. Pse s'është i mbrojtun? Pse nuk i mundësin gjumë me bëhë dhikër. Kër shkak që i ka thonë Elbera ibn Azibit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen me flajt, dorë shuplakën e djathtë nër faqet të djathtë, shtrijo, edhe thuj, Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa aljahtu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabik alladhi anzalt wa bi nabiyik alladhi arsalt. Këtu në fillim çka ke? Wa aljahtu dhahri ilayk. Shpinën ty të apshtrita. A këpa dhe këtu kur ka njeri punë, se këtu ke me armike, pa më qëfar armiku, shejtant. Kur del dikush, i thu dikujnë veç shpinën rruma ti mu, për mra, se për para i fshikta, i ha. Më mrapa, mos më vjen dikush mrapa. O Allah, shpinën ty të mshteta. Me atë kuptim, që rash me flajt, so jam qut,
Më ke mësu Allah dhikrin edhe po e bëj dhikrin mbrona. Po tash në gjumë s'muna. Po e pështet, të ti po pështetna. Më rujëm në gjumë. Se shejtani me grupin e ti, grupet të ndryshme, me mundësi të ndryshme, e sulmojnë, e këshyrë ndonjë rrugë si me ju afru. Pa i që ka ta mu fortifiku, këtë dhikër e pën, këtë dhikër edhe mbrohet. Qa është qutë? Në gjumë me ondat kësia. Nëse i thu këto dhikre, gjumit, para se me flajt, edhe për këtyne je i mbrojtën tek Allah subhanahu wa taala. Dhe të ishë po në mëson, nëse del ki ndoni ankth ke po ondër, nëse del gjumi, nonën e majt, 3 herë, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ula duru, edhe nuk ka kur fardomi prej asoj ondret keqe. E cila vjen prej shejtanit. Ondrat si janë prej shejtanit. Ondra të mira, 3 lloje të ondrave. Ondra e mirë prej Allahut, e keqja prej shejtanit, edhe kështu të rëndomta si rezultat për okupimit ditor. Edhe ka lloje të ndryshme të shejtanëve, lloje të ndryshme ka. Edhe një lloj i shejtanit nuk ndihmon kur farë dhikri, por një tjetër vepër. Thot pejgamberi alayhis salam, idha istayqadha min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fa inna shaytana yabitu ala khashumihi. Kur qot dikush prej jush natën prej gjumit, le të fryn hunë 3 herë, pra shtin ujë në hunë e fryn. Shtin ujë, suneti është me djathën e shtin ujën, me të majtën e fryn. 3 herë. Sepse thot bun mbirat hunës shejtani. Pra natën e kalon mbirat hunës. E ke thonë atë kursin. Krejt dhikret e ke bo, ama nuk i tjetër mbrojtje, vetëm se kështu me bo, me fry 3 herë. Edhe i lanë se mundet, loj shejtani ka, Allah e ka mundësua dhe nuk mund, la e duru illa bi idhnillah. Nuk mund të me bo dam vetëm se me letë Allahut. E ka urëcin, Allah atim pse po i mundëson, po i lejon kështu me bo. Por ta ka dhonë armën për me mbrojt. Nuk e ke përdur atë armë, ja pa fshajrin. Nuk e arsyetim. Edhe dur t'i lanë 3 herë. Sepse thot pejgamberi alayhis salam, nuk din njeriu ku e kalon dur t'i kaloj natën. I lanë 3 herë, i fryn hun 3 herë, jo 3 herë me shti ujë e 1 herë me fry. Shtin ujë e fryn hunën. Shtin ujë e fryn hunën. Shtin ujë e fryn hunën edhe del me tretën del ai shejtan. Nuk ka tjetër. Një tjetër që vetëm kalim se disa vetëm Buhariut e ka një kapitull të zanafila e krijimit. Thot bab sifatu iblis o gjunudi, përshkrim iblisit edhe ushtarëve të tij, të iblisit. Vetëm kalim se disa, po i përmendim hadithe. Nëse fillon me ato që i kanë bosir pejgamberit alayhis salatu wassalam, felek edhe nas. Thot tjetër hadith, ya'qidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama 3 uqadin. Yadribu kulla uqdatin makanaha alayka leylun tawilun farqud. Ai i cili bjen në gjumë, pra edhe ky tash edhe për këto vlen, i ka bo krejt dhikret i ka bo. Megjithatë, kur të bjen në gjumë, shejtani vjen edhe ja lidh 3 nyje. Kafa është kjo pjesa prap me këto. Dhe kur e lidh nyjen e godit, i mshon nyjes e godet, edhe thot e kini natë gjatë flaj, veç mos u qa, flaj, knaqu tu flajt në gjumë, se nata e gatë është. Edhe nëse quhet tash ky, vetëm u quh, e përmend Allahun. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, e përmend Allahun. Një nyje o zgjidh, e para. Nëse merr abdes, nyja e dytë zgjidhet. Nëse fal 2 recate edhe e treta zgjidhet.
Me këto 3 vepra zgjidhen këto nyje. Nuk ka tjetër mundësi. Po nëse nuk qohët, me fal namaz. Disa alima thojnë namaz natën, disa alima thojnë për sabah. Dhake regjulun bale shejtanu fi udhunejhi. Ati njeriut, shejtani ka urinu në vesh të ti. Buhariu edhe muslimi. Edhe ato me trinyje, edhe ato Buhariu muslimi transmetojnë. Apo shes çfar lufte ke me shejtana? Apo e sheni? Nuk e kujtojmë këtu hadithe. Po plus, halat diçka tjetër të kallëzon pejgamberin alayhis salam. Kur ki marrëdhënie me gru. Emma inna ahadakum idha ata ahlehu wa qala bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana fa ruzika waladan lam yadurhu shaytanan. Nëse para aktit të marrëdhënies, dikush prej jush kur e afrohet gruas vet, para aktit të marrëdhënies, thot bismillah, Allahumma jannibna shaytana, o Allah, largoj shejtanin prej neve dyve. O jannib shejtane ma razaqtana, dhe largoj shejtanin prej nëse na jep fëmijë, nëse na furnizon me fëmijë, nëse kem rrezikun me pas fëmijë, prej fëmijës largoj shejtanin. Edhe thot lem yadurruhu shejtan, nuk e bën as fardami shejtani atina. Nëse thu këtë dhe, apshem një dhikër, nuk ka tjetër mundësi. Nëse për të regon që është lind mes 2 brinave të shejtanit dhe përëndon të diellit, po vërtet dielli lind dhe përëndon mes 2 brinave të shejtanit dhe për shkak nuk falun në ato kohë. Hadithi tjetër, ato disa po i kaloj, kur të lind, thot, sa ka lind foshnja, si të lind, a kanë? Pse kanë? Thot, e pickon shejtani. Vetëm një fëmijë ka shpëtu, as vetë Muhamedi s.a.s. Isa ibn Mërjemi. Isa a.s. vetëm ato s'ka mujtë se e ka mbulu, me nërqysh e ka mbulu Allahu alem, Mërjemja, kryesore s'ka pas mundësi. Tetër çdo fëmijë të pyeti mjekt. Pse kanë, nuk din. S'ka shans me ditë. Në shpallja na tregon. Pa përjashtim, çdo foshnë, si të beba, si të lind, kanë, pse e pickon shejtani. Allahu. Se qysh punon shejtani, tash po në tregon tjetër hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe këto muslime, Buhariu muslimi transmetojnë, Safia radhiyallahu anha, nona musliman, gruaja e pejgamberit alayhi wasallam, thot, ishte Resulullah alayhi salatu wasalam në itikaf, shkova me vizitu për Ramazan dhe të net e fundit, edhe dul me më përcjell. Tu e ecune me Resulullahin alayhi salatu wasalam, ishin 2 sahabe, edhe ata e kanë pa Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë filluar me nguti, e kanë pa me gru, me nguti po shkojnë. Po i thot aty në dyve, ala rislikuma, mos u gotni, ka dale, ineha Safiyatu bint Huyayyi. Kjo është gruajam Safia. Mos u gotni me mu largu. Than ata, subhanallah, ja Rasulallah, subhanallah, po dyshojmë për dim që gruja jote. Ma mirë të kallëzoj, ine shejtani, jegjeri, minel insani, me gjërat dem. Qësë është po del, vëllazën po del në mjekësi. Allahu Akbar. Po e tregon qarkullimin e gjakut në trup njerit. Sepse thot, shejtani qarkullon trup njerit si kurse qysh qarkullon gjaku. Në mjekësi qarkullimin e gjakut në trup njerit shumë vonë kanë zbulu.
që krejt diçka një tjetër tematik, edhe je fokusu në tjetër diçka që për të shejtani qysh ndikon të njeri, po në anën tjetër kalim the, po të regon një zbulim shumë të mas shkencor, para në 1500 vjetëve. Edhe, wa inni khashitu an yakdhifa fi qulubikuma su'a shay'an. Edhe u tuta se mos po fut ndonjë të keqe në zemrat juve shejtani. Nesër bën vakia, ose mos 3-4 orëve. Kush ke marrë ju me pejgamberin sa sa, vetë shkon mendja. Edhe këto po duhet ta prej. Unë po të kallzoj. Para se me tordh vezveset të shejtanit, tash po të kallzoj. Kjo gruaja jam është. Tërë se kanë njoft, edhe prej tashit di haslan, dyshojmë të teja, shejtani s'ka mundet. Nesër, mas nesër, po për një natë e pash pejgamberin selam, s'do të thotë me folti me fjalë, po të shkon mendja. Pse po qarkullon trupin ton shejtani. E mos me lon hapësir, atëherë dije se kush është kjo. E kjo fjalë e madhe është, audhu billahi minash shaitanir rajim, thot Sulejmani Sured. Sulejman ibn Sured, radhiyallahu anhu, pak i njoftën ky sahabe, isha ulur me thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur 2 burra fillon me o grind me zveti. Njëri prej tyne u skuq, shumë u skuq në fytyrë, edhe ju fryn damart, edhe u shirë ndonjëherë. Që u fryn damart. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash këtina po i thot inni la alimu kelimeten law qalaha dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajidu. E dini fjalë, nëse e thot atë fjalë do t'i kaloj kjo çka ka kaplu këto, çka kjo kuqja fryra damar do t'i kaloj. Nëse thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe thot unë ju afrova atina, edhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta'awwadh billahi minash shaitan. Lëp mbrojtje e Allah prej shejtanit. Nervozum. Helbi gjunum se unë e trant jo ma çka u bo. Se më tranu, edhe se kanë dëgju. Edhe këto, kjo prej është argumenteve edhe këto muslimi transmetuar Buhariu Muslimi, që mos me u fal pas sutre, me u fal në sutre, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atina i ka ndodh inna shejtane arada li fa shadda alayya yaqta salate alayya fa amkanani Allahu minhu. Ka transmetime të tjera, ka tjetër ka ndodh njerë vetë iblisi ka ka desht me gjuzjar me himes ti edhe sutres namaz me aprish, me një rast iblis dhe me një rast një shejtan tjetër. Trija rastet e ka pa thot e shtrëngua për fyti edhe i kom dit ftoftit e jargëve se kur e ka shtrëngu prej gozë, sa çfarë forme Allah, nuk e dim. Kryesorën fyt e ka shtrëngu edhe i ka ndal jarg prej goje. Ftoftit e jargëve i ndiva. Dhe deshta edhe në zona. Deshta me ditë për shtylle që ditën fëmia e Medinës me lujt me ato, po mu kujtu duaja e Sulejmanit a.s. O Allah më jep pushtet u la yembegi li ahadin ba'di, që askush mos me pas meje. Edhe e lash elshova. Këtu çka ka mbrojtje? Këtu ka mbrojtje me u fal mas sutres, mos me u fal pas sutre. Sutre është obligim. Kur kush nuk po kalon, s'ka kush ma prin namazi. Ka kush, apo eshe, shejtani, e ta ti nuk eshe, asune, dhe mundet me ta me kalu edhe me shkaktu problemet e namazi yt. Ka hala shumë hadithe tjera të cilat na tregojnë për ndikimin e shejtanit edhe për gjitha ka mbrojtje shumë të thjeshta, shumë të lehta, çka kena thonë fillim. Nuk ki nevojë me marr abdest,
nuk i nevojë me u kthy ka kibla. Vetëm e bën dhikrin, ka një pjesë dhikrit, edhe shumica jon, që na sjellin shumë dobi kur i themi ato, edhe ka të cilat janë vetëm për mbrojtjen nga shejtani. Shembull, thot Buhariu Muslimi transmetojnë nga Abu Huraira, kur të hapet goja, munohu me mshel, me dhom, shtrëgoj dhomt edhe buzë. Nëse s'munësh pa tjetër, atë që te dorën. Fine ahadakum idha qalaha dahika shejtan. Se të tha u bo, hapja gozë me në shejtan, vjen prej shejtanit. Atëherë mbyllë. Nëse nuk e mbyll, nuk e qet dorën, mundet me hi shejtani. Po nëse kur të hap gon, me zobën, dahike shejtani, kishti me ke shejtanin. Subhanallah. Edhe po e përfundoj, ka shumë, tham, hala hadithe, po e përfundoj me hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu selam, men qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. 10 merat ala ithri al-maghribi, kushtot 10 herë. Pas akshamit, namaz të akshamit, pa fol me askënd, pa ndru vendin, ba'atha Allahu lahu maslahatan yahfazunahu hatta yusbiha. Allah dërgon me lasje të armatosura, e mbrojnë derin sabah. Wa kutiba lahu 10 hasenatin mujibat, i shkruan atina 10 sevape të mëdhaja, ose i pranon 10 duaja tek Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhya anhu 10 sejiatin mubiqat, i fshin 10 mëkate vdekjepruse, shkatruse, pra të mëdhaja. Wa kanat lahu bi adli 10 riqabin mu'minatin. Edhe ka shpërblimin e lirimit të 10 robreshave besimtare. Hadithi tjetër, men qale fi duburi salati al-fajri wa huwa thanin rijlejhi. Tash për edhe një shtesë ka për sabah. Kush pas sabahut, namaz sabahut, duke i pas kum të ashtu në atë gjendje, qyshim të shëhut. Edhe qysh e bojmë komën e djatë, pedini, mojët gishtave ka kibla, e ullëm për mi kom të majtë. Kablen jetë kelleme, para se me folë, për nuk fletë maskend, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. 10 meratin, 10 herë, kataba Allah lahu 10 hasenatin, 10 sevap i shkruan Allah atina, wa hanu 10 sejiat, i fshin 10 mëkate, wa rafa lahu 10 darajat, 10 shkallë e ngrit Allahu atë njeri, wa kana yawmuhu dhalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min ash-shaytan, wa lam ai është i mbrojtën prej çdo të keqe atë ditë, edhe është i ruajtur prej shejtanit, ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. Edhe nuk mund të me godit asnjë mëkat atë ditë, pra është mbrojtur me këto prej krejt mëkateve, përveç prej shirkut. Tash prej shirkut dush hala tjetër diçka me bo për me umbrojt. A nëse thu këto, nuk tipët mundësia me bo mëkate tjera. Nëse këtu thon pas sabahit. Pra je mbrojtur prej shejtanit. E thu këto, në prej namazit sabahut, deri mramje. Prej aksham, mas namaz të akshamit e thu, prap 10, tash je deri mëngjes edhe prap kompletot tër dita. Ka hala hadithe tjera edhe jashtë namazit me thonë, fa yuhyi wa yumiit, ajo ke 100, ka edhe 10 herë, çka në kuptoj, ka lloje të ndryshme vllazë të shejtanëve, edhe prej një lloj ky dhikër të mbron, prej lloj tjetër ai dhikri tjetër të mbron, jo na takon gjitha çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mi thon ato për me lejet të Allahut, me ndihmën të Allahut me umbrojt gjaton ditës edhe natës prej shejtanit të mallkuar. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah shpëlimet mirë. Amin edhe.